Mediat greke kanë kushtuar një artikull projekteve të Jared Kushner në Shqipëri dhe SB, si dhe dashurinë që Ivanka Trump ka shfaqur për vendin tonë. Sazani dikur një bazë ushtarake sekrete dhe sot një nga zonat më të paprekura të Mesdheut, njihet për bukurinë e saj natyrore dhe biodiversitetin e pasur, nga shpendët e rrallë deri te breshkat e tetit. Prototema kujtohen se lidhja e Ivanka Trump me Shqipërinë nisi 4 vite më parë kur ajo dhe Kushner u impresionuan nga Sazani gjatë një vizite të organizuar posaçërisht nga autoritetet shqiptare, që atëherë Kushner ka sjellë arkitektë e këshilltarë dhe ka shprehur gatishmërinë për të investuar mbi $1 miliard në Sazan dhe zonën përreth. Në të njëjtën kohë, dhëndri ish presidentit amerikan po planifikon ngritjen e një kulle Trump në Beograd, në truallin e ish komandës së ushtrisë serbe të bombarduar nga NATO në vitin 1999. Projekti ka shkaktuar reagime të forta në Serbi, sidomos pasi qeveria hoqi statusin e mbrojtur të Godinës për t'i hapur rrugën ndërtimit, duke u akuzuar për mungesë transparence dhe favorizim të investimeve të huaja. Mediat greke sjellin kritika dhe te aktivistët shqiptarë serb, të cilët shprehen të shqetësuar për ndikimin mjedisor, prishjen e hapësirave të mbrojtura dhe përfshirjen e kompanive me rekorde të dyshimta. Për ta, projektet e Kushnerit në Ballkan mbeten më shumë çështje biznesi se sa zhvillime të qëndrueshme, ndërsa financimi i madh i ardhur nga lindja e mesme shton pikpyetjet për transparencën e investimeve. Në vim, shkrimi i plot. Sazani, një masë e vogël shkëmbore në mes të Adriatikut, kohët e fundit është bërë i njohur si ishulli Trump, një copë toke që qeveria shqiptare po përgatitet t'ia jap Jared Kushner për zhvillimin e turizmit. Në të njëjtën kohë, dhëndri i presidentit amerikan po planifikon njëkohësisht një kull Trump në qendër të Beogradit, duke provokuar reagime të forta si në Serbi ashtu edhe në Shqipëri. Siç raporton francezja Le Point, në homazhin e saj të gjerë, Sazani duket si parajs në sipërfaqe, një xhevahir i vogël në Adriatik, një mbretëri gjaprinjsh, kërkalecash, zogj dhe siç thon madje edhe disa arinjsh që gjejnë strehë në bimësi natyrore të livandosur dhe pishave 300 vjeçare. Në verë, disa barka transportojnë turistë nga Vlora fqinje për një notë 2 orësh në një plazh të madh, përpara se të shkojnë në shpellën e Haxhi Aliut, pirati të shekullit të 17, i cili sipas legjendës fshehu atje arka me monedha ari. Ishulli është bërë gjithashtu një strehe për breshkat e detit. Për 60 vjet Sazani ishte një bazë ushtarake sekrete, nga e cila sot kanë mbetur vetëm mitra lozë të shkatruar dhe mira mina. Enver Hoxha ishte thellësisht dyshues, diktatori komunist që sundoi Shqipërinë për gati 4 dekada, i friksohej një zbarkimi nga italianët, jugoslavët, amerikanët dhe madje edhe rusët. Pas rënies së regjimit në fillim të viteve 90, Sazani u bë toka e askujt, ishulli i fundit i pabanuar në Adriatik. Dashuria e Ivankës për Sazanin, ushqimet e detit dhe Rama. Lidhja e dashurisë e Ivanka Trumpit te bashkëshortit të saj Jared Kushner me Sazanin është tashmë pothuajse një histori lokale, dodi 4 vjet më parë kur çifti po kalonte pushimet me fëmijët e tyre në Greqi. Në Tiranë, ku qeveria dhe biznesmenët ndërrojnë të ndërtojnë hotele luksoze dhe numri i turistëve është trefishuar në një dekadë, vizita u pasi një mundësi. Aullumtare, një ish arkeolog, i cili sapo kishte marrë detyrën si drejtori i përgjithshëm i shërbimit kombëtar bregdetarit të Shqipërisë, organizon një vizitë të përshtatur për nevojat e Trump dhe Kushner dhe disa investitorëve të tjerë potencial, përfshirë Nasser Al-Khelaifin, kreu i Paris Saint-Germain, dhe një biznesmen nga Emiratet e Bashkuara Arabe. U sigurua një helikopter dhe një jaht luksoz. Tare njeh vendet më të mira në zonë. Ai tregon grupit vilën spektakolare të ndërtuar nga George Tenet, djali i emigrantëve shqiptar dhe ish drejtori i CIA-s nën Bill Clintonin dhe George W. Bush. Ai organizon një drek në restorantin më të mirë me ushqime deti në zonë, të organizuar nga ish shoku i tij i skuadrës në basketbol, vetë kryeministri Edi Rama. Në pushtet, që nga viti 2013, Rama duket si një njeri i ngrohtë, mesdhetar informal, dhe ai e njeh personalisht Donald Trumpin, të cilin e ka takuar në samite ndërkombëtare. Operacioni konsiderohet i suksesshëm nga të gjitha anët. Ivanka Trump dhe Jared Kushner kanë filluar të flasin hapur për atë që mund ta bëjnë me ishullin që Shqipëria është gati të heqë dorë. Ata po sillin arkitekt dhe avokat
Vitin pas ardhës, Kushner kthehet në vend, së bashku me partneret e tij. Ai deklaron nga dishmërinë e tij për të investuar pak më shumë se $1 miliard, jo vetëm në Sazan, por edhe në gjirin e tij në një rrip të madh toke në veri të Vlorës, që aktualisht mbetet i pazhvilluar. Dhjetojën e kaluar, një muaj pasi Donald Trump u zgjodh president, Kushner nënshkroi një marrëveshje paraprake për qëra 99 vjeçare. Entuziazmi i shpejt i Ivankës për Sazanin ka gjithë shkëlqimin e një historie pushimesh egzotike, por mbi gjitha është çështje parash të mëdha. Jared Kushner nuk është thjesht një investitor naiv. Grupi i tij me bazë në Miami menaxhon asete me vlerë disa miliard dollar në të gjithë botën, kryesisht në lindjen e mesme, ku investitorët saudit janë partnerë dhe aksionerët e tij kryesorë. Bizneset në Serbi dhe reagimet. Kushner nuk e zbuloi Ballkanin nga udhëtimi në Sazan. Një nga udhëzuesit e tij kryesor në rajon është Richard Grenell, një ish ambasador i SBA-s në Gjermani, të cilin Trump e emëroi si të dërguar të posaçëm në Serbi dhe Kosovë gjatë mandatit të tij të parë. Grenell është gjithashtu njeriu që negocioi në emër të Kushner një marrëveshje të dytë të madhe në rajon, blerjen e një bloku të tërë ndërtesash në qendër të Beogradit. Vendi, sot, duket si një grumbull rënojash. Ishte selia e vjetër e ushtrisë serbe, e cila u bombardua në vitin 1999 nga forcat ajrore të NATO-s në luftën e Kosovës, dhe që atëherë është braktisur pas rënies së Slobodan Miloševićit. Për ata nostalgjik për Jugosllavinë, është një simbol i shenjtë, ndërsa për brezin e ri, i cili ëndërron pranimin e vendit në BE, është një relike e mallkuar. Kulla Trump e ardhshme, siç do të quhet, është planifikuar të strehojë një hotel luksoz, një qendër të madhe tregtare dhe rezidenca luksoze. Për shumë, ajo tashmë është bërë një simbol i biznesit ekstrem dhe praktikave të errëta qeveritare. Për t'ia dhënë trullin Kushnerit, u miratua një ligj i posaçëm, statusi i ndërtesës si monument në regjistrin kombëtar të trashëgimisë kulturore duhej të hiqej. Një punonjës e Ministrisë së Kulturës preferoi të jepte dorëheqjen sesa të nënshkruante planin. Avokatja Katerina Kostić deklaron me indinjat: "Nëse na pëlqen apo jo stili i ndërtesave siç ishte para bombardimeve është një çështje, por plani për kullën Trump është një mohim i historisë sonë. Duhet t'ia vlente të zhvillojë një dialog kuptimplot rreth planifikimit urban të qytetit tonë." Në zyrën e tij pranë presidencës dhe parlamentit serb, Radovan Kupres, themeluesi i organizatës CRTA, që lufton për transparencë në politikë, është gjithashtu i zemëruar, por për arsye të ndryshme. Problemi nuk është në të vërtet familja Trump, thot ai. Problemi është klasa jon politike. Ne jemi një nga vendet më të korruptuara në botë dhe gjithçka u bë në tavolinë. Ai është veçanërisht i shqetësuar për partneritetin e Kushnerit, një investitor emiratian i cili mori përsipër rindërtimin e brigjeve të Savës, një degë e Danubit që kalon nëpër Beograd 12 vjet më parë.